Keni dhimbje në kyçe, mbështilleni këmbët me një gjethe lakre dhe prisni rezultate të mrekullueshme. Gjethet e lakrës kanë një efekt analgjezik, kështu që përdore gjerësisht për shërimin e patologjisë së nyjeve. Nëse keni në inde rreth kyçeve, lakra mund t'ju ndihmojë për shkak të vetive anti-inflamatore. Përveç kësaj mund të aktivizojë qarkullimin e gjakut në nyjet e prekura. Ky trajtim nuk është i komplikuar. Merrni një gjethe të mesme lakre dhe lajini me kujdes. Më pas aplikojeni në vendin ku keni dhimbje dhe ngjiteni në lëkurën tuaj. Ju mund të merrni më shumë se një gjethe nëse është e nevojshme. Pasi ta vendosni lakrën në kyçet e dëmtuara, mbështilleni me një shall dhe leshi të ngrohtë. Kjo do ta bëjë procedurën më efektive. Mbajini në këtë gjendje për 1 orë. Është më mirë që ta vendosni në darkë para se të flini dhe ta hiqni në mëngjes. Efekti do të intensifikohet nëse përdorni lakër me mjaltë.